Pse nuk duhet ta rregulloni asnjëherë shtratin kur zgjoheni? Shumica e njerëzve kanë në rutinën e tyre të vogël të mëngjesit. Pavarësisht nëse kjo rutinë përfshin një veprim të hershëm, një dhomë të rregullt ose një dush, për më të organizuarit, rregullimi i shtratit mund të jetë një zakon për të nisur ditën. Megjithatë, siç duket, është më mirë të jesh më pak i organizuar dhe i çrregullt. Kryesisht ka të bëjë me rregullimin e shtratit herën në mëngjes. Një ekspert pastrimi shpjegoi pse njerëzit duhet të shmangin këtë zakon të përditshëm. Ajo u bëri thirrje njerëzve që të ndalojnë rregullimin e shtratit të tyre sapo të ngrihen, pasi është jetike që ta lini atë që ta ajroset. Siç zbulon ajo, çarçafët tonë ngrohen natën tërheqin çimka dhe pluhur dhe djerth, të cilat nëse nuk e ajrosni në mëngjes, atëherë përgatituni që të merrni edhe probleme të alergjive të ndryshme të lëkurës dhe gjithashtu të krijohen komplikacione të njëpasnjëshme të shëndetit tuaj.